Larg qoftë na sulmojnë ne, u çmend, u bë një konflikt mes Kujt? Serbisë e Kosovës. Ore, ne me çfarë do luftojmë Shqipëria? E pa punën si Shqipëria, edhe kur s'ka pasur shtri fare, ka një territor që i jep një garanci shumë madhe në 75% të përmasës saj, territor malor. Shqipëria është pothuajse. Ne fitojmë kështu pa me duar xhepa domethënë. Shqipëria, jo, po flas për histori, nuk po flas për batuta. Shqipëria është e papushtueshme në 75% territori, për shkak të terrenit malor që ka. Ju e dini shumë mirë këtë që. Jo, mirë, kaq mjafton Vlora, Tirana, Durrësi, Shkodra. E para punës nuk besoj se do ketë konflikt, nuk mund të flasim me sigurt. E dyta, ka një rritje kapacitetesh të ngadalë, shumë të punuar, sidomos nga kjo qeveri, të kapacitetet ushtarake mbrojtëse, pra në gryka zjarri, le të themi, në dron, në... Çfarë kemi sot, ne? Këtë do të thotë Ministri i Mbrojtjes, po nga çfarë dim publikisht di që janë marrë sisteme mbrojtje eficiente. Të natyrës tok, ajër dhe tok. Për mbrojtjen raketore ke fjalën? Jo, flas për dronet që janë marrë nga Turqia, që janë kapacitet i mirë mbrojtjes, pra aq sa ne mund shpenzojmë. Kemi rritje të kapaciteteve të forcës toksore, tashmë kemi batalion përveç forcave speciale të certifikuar qartësisht dhe të pajisur me mjete blenduara, nuk e di, 1600, ka përshtypje. Ne ka që kemi ushtrim, diku te 7000. Ne do mbajmë ushtri aq sa mund të mbajmë dhe aq sa na duhet. Për mendimin tim duhet të shpenzuar shumë ushtri. Dhe këtë kritikë kanë bërë kryeministët, po ai nuk dëgjon. Do të thonë duhet të plotësuar 2%. 2% akoma nuk është plotësuar, pavarësisht se thuhet që është plotësuar. Asnjë se plotësohet. Ne kemi pasur vetëm 2 vite. Kam përshtypjen kur kemi hyrë në NATO, mos harroni një gjë. Që në vitin 2010 efektet e krizës financiare botërore u ndjen në Shqipëri me një shkurtim 30% buxhetit. Kështu që donim s'donim ne, edhe nuk e bënim dot. Por në këto vite që buxheti ka shkuar gati 70 miliardë euro, kanë qenë dhe janë të gjitha mundësitë që të ketë një ribalancim buxhetit, shkurtime disa zërave. Në qoftë se do plotësohesh ky 2%, ku duhet të duhet shkojmë mbi 2% se ne kemi mungesa. Ne nuk na duhet 2%, na duhet të paktën 2.5-3%. Jo, ku duhet të investohet më shumë? Forca toksore. Në forca toksore. Absolutisht po. Që do të thonë për ata që na ndjekin të kuptojnë. Rritjet kapaciteteve mbrojtëse luftarake. 1. Mbrojtja civile ka nevojë urgjente. E ke fjalën për tunele? Mbrojtja civile flas për nga zjarret, tërmetet, ish BMR-ja, si e quajnë. Po jo, një bombardim i mundshëm, po hipotetik. Edhe një herë, së pari, ne duhet dimë gjë që ne jemi të mbrojtur sepse policimi tonë ajror e bëjnë të tjerë për ne. Por dakord na ra një gjë larg qoftë mes Tiranës. Ku ta fusim kokën ne? Nuk bie gjëja sot për nesër Landi, se nuk janë çmendur njerëzit. Ato vetëm terroristë. Të çmendur, edhe të çmendur janë ndaj nga linja mesme. Dakor, sipas te, okay. Shqipëria ka një mbrojtje ajrore. Të jesh sigurt. Ne ka pasur gjithmonë. Në atë kohë e bënim përmes Turqisë dhe Italisë, tani nuk e di si kanë ndryshuar marrëveshjet. Së dyti ne kemi partneritet shumë fort me SBA, të jeti shumë i të punë. E treta, Ballkani është një rrjet aleancash. Nga Rumania deri në Kroaci, deri në Shqipëri, në Kosovë, ka një rrjet vendesh në Evropën Juglindore që janë bashkëpunim me njëri tjetrin. Në bashkëpunim politik janë mbi gjitha, pastaj nga pipa ndërveprim ushtarak nuk e di në çmas janë të ndërveprueshëm, se që është element bazë i efektivitetit ushtarak. Por rritja kapaciteteve të tokës, patjetër që është domosdoshme. Në ajër kanë ardhur 1 apo 2 helikopterë Black Hawk mos gaboj, edhe pritet të ndërtohet një fregat. Fregat, shumë rëndësishëm, po me çfarë gjova ministri i mbrojtjes para 10 ditësh, të ndërtohet këtu. Fatkeqësisht u bë një punë shumë e keqe mbasi ne jemi larguar nga pushteti, kantieri Pashalemani është lënë të rrënohet, ku ndërtuan 3 njet me projektin hollandez, me gjithë thirrjet tona të vazhdueshme. Kjo qeveri as e ka vënë ujin zjarr fare. Megjithatë, janë kujtuar tani për shkak të situatës në Rusi dhe detyrimit që ka ardhur, po jo nga një nevojë e brendshme. Nuk kam përshtypjen që kjo qeveri nuk i kupton këto punë Landi. Ne kemi kryeministë që maksimumi shkon te turizmi, fasadat, këto, po nga ato punë sigurisht nuk është se kuptonin gjithmonë. Konferenca, fjalime. Okej, nga pyetjet për PD-n më ka shpëtuar një që do të rikthehem sepse ka qenë një deklaratë e avokatit zot Berisha Gec Gjekuta, besoj ke lexuar deklaratën. Po, i cili ka thënë që nuk do lejojmë gejt edhe lesbiket në PD që të rrëzojnë të sulmojnë zotin Berisha. Kush janë këta gejt? Shumë nivel banal po që ta komentoj. Po pse se ke lexuar ti? Shumë nivel banal deklarata që ta komentoj. E nuk do komentosh. Tani mos më zgjinje, dua një koment tani. Se duhet të ul nivelin se s'bën që të mos zgjinjesh ti. Të komentosh avokatin e zot Berisha në ulje nivelin. Për gejt dhe për lesbike nuk është fjalori im, nuk është çështja ime.
Nuk bëhen dot pjesë e këtij llumi. Dhe s'është çështja ime fare. Unë jam, si thaj, punoj një ndërmarrje tjetër. Ti je në parti tjetër tani. E dia të Barceletën. Ekziston mundësia, po e di. Ekziston mundësia zoti Kulluri që me një organizim gjithë e djathta të riorganizohet, të riformatohet edhe një? Landi, po ta them sot dhe nuk ta them më. Në Partinë Demokratike nuk kam më njerëz për të prodhuar asgjë më të mirë se sa ç'është. Janë zhdukur të gjitha elitat që mund të prodhonin një gjë në mënyrë sistematike nga viti 2013 e mbas. Është vrarë çdo garë. Nëse më kujtua, kush Arben Imami? Ke kontakt? Ja, kam sa vite që s'kam. Po? Është vrarë kush? Kush është vrarë? Janë prarë elitat në PD që mendonin mund të bëjnë një gjë. Janë shpërndarë të gjithë. S'ka. Po mi thuaj kush janë, dhe unë them që këta po bëjnë një përpjekje. Ne që bëjmë një përpjekje brenda, ne dolim jashtë, morëm atë rezultat që morëm, kështu që unë këtë punë e shoh shumë keq se shikoni ju. Për të qenë realizëm me këmbë tokë. Okej. Zoti Kulluri, të falenderoj për intervistën. Edhe të shkuara se e ka dhënë në kushte të vështira intervistën, duke Viroza në verë është pak problem, fakt, se ndihmë është më i mësuar. Shu i zë liderët, Viroza në verë i zë liderët. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot nga Ura nga Qafoku, mirupafshim.